Vendimi sotëm i gjykatës kushtetuese ndaloi menjëherë Edi Ramën të ndërhyjë brutalisht në jetën dhe komunikimet private të qytetarëve shqiptar, të zgjaste syrin dhe veshin e kontrollit dhe kurreshtjes perverse mbi çdo dhe në çdo moment të ditës, ndaloi të ngrejë një regjistër të dhënash konfidenciale të shtetasve shqiptar, veprim i cili do të vriste pavarësinë dhe privatësinë e jetës tyre, të drejta këto njerëzore, ligjore dhe kushtetuese. Marrja e të dhënave personale të abonentëve celular është një dhunjë qeveritare që nuk duhet të zbatohej as edhe një ditë vetme. Ndaj dhe vendimi sotëm është një vendim drejtësie, i cili padyshim duhet përshëndetur si një shenjë e mirë se zëri i qytetarëve kundër dhunës qeveritare mund të dëgjohet. Dhuna qeveritare mund të zmbrapset në rast se institucionet funksionojnë, arrin të qëndrojnë në themelet e pavarësisë, duke bërë të mundur ndalimin e veprimeve arbitrare dhe autoritariste të kryeministrit që kërkonte të bëhej vëllai i madh duke përgjuar qytetarët natë e ditë.